kërkesa ishte lëvizësve të vendosje me mojt një anjavë. Ne thamë që s'muj me shkel regulorën, du të më mojt gjdo 28 orë. Besoj tashmë është e qartë që lëvizave të vendosje nuk e ka ndërmend që të bëj asnjë veprim për të zhbllokuar situatën cilën e ka krijuar vetë. Përveç që patëm edhe një reprizë të epizodës 17 tashmë të bllokimit me qasjen arbitrare dhe imponuese të tyre, sot patëm një zhvillim vërtet papranueshëm. E para punës, deputetët e partisë që ka dalë para në zgjedhje nuk erdhen as me kohë, ju e pat ishin 45 minuta vonë, dhe kur erdhen patën një kërkesë që në mënyrë të organizuar ta shkelim rregullorën. Do thotë kërkesa e tyre ishte që në kundërshtim me rregullorën që thotë se duhet mblidhemi çdo 2 ditë derisa të konstituohet kuvendi, ata kërkuan që të mblidhemi një herë në javë. Këto janë 2 probleme. E para është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregullorën me vedije deputetët e Republikës Kosovës. Dhe e dyta, kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këto përsëritje, këto repriza mos më maj çdo 2 ditë, po më maj çdo javë. Vërtet është përkeqësardhje kjo mungesë totale e përgjegjësisë karshi qytetarëve që i kanë votuar në radhë parë, por edhe ndaj gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë politike. Ne po e shohim që Kosova çdo ditë është duke humbur, edhe në aspektin ekonomik, edhe në atë politik, edhe në atë diplomatik. Ne kemi mbet një vend i izoluar. Hiç më larg se në Tiranë dje ishte mbledhja më e madhe e gjithë liderëve evropianë. Dje na gëzon fakti që Tirana është ndruar në kryeqytet të Evropës, ndërsa në Kosovë deputeti Kurti, si është kryeministër, pati një takim tjetër ndërkombëtar me disa trin socialist nga mbar bota. Kjo është dallimi kur ke qeveri e cila vërtet është funksionale, e respekton verdiktin qytetar dhe punon për vendin, edhe kur ke një kast politike që dele para e nga ky pozicion tenton ta bllokoj vullnetin e gjithë qytetarëve të vendit. Unë shpresoj shumë që të ndodhë diçka që kjo të ndryshoj. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi dhënë jo vetëm gatishmërinë tonë, por edhe propozimet e iniciativat të cilat deri tash janë refuzuar sipas veprimeve nga ana e lëvizjes së vendosje, por në këtë situatë që jemi, vendi do të shkojë duke degraduar dhe me tutje, dhe vërtet kjo është përkeqësardhje. Kërkesa ishte lëvizjes së vendosje me mojt një anjavë. Ne thamë që s'muj me shkel rregullorën, duhet më mojt çdo 48 orë, ashtu që paraqet rregullorja.